Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Emma ba'd. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdim me jetën e ndritshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot e përmendmi pjesën e dytë të fjalimit dhe të ligjerimit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e bën para Mekelive. Duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mes dy dyerve të Qabës dhe duke u mbajt në dorezat e Qabës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i jep disa porosi, disa lajme, informata për Mekën dhe Mekelit, që fillon një epokë e re për atë rajon dhe për njerëzimin në përgjithësi. Në mesin e këtyre porosive dhe fermaneve që jep Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është edhe momenti kur ai thot ela wa qatilul khata shibhul amd. Jep një porosi për të mbrojtur gjakun e njeriu të pafajshëm. Thot dhe sa i takon vrasjes me qëllim, vrasjes me gabim sikur me qëllim, në sheriat ka vrasje me gabim, ka vrasje me qëllim. Dhe ka vrasje që është vetëm me gabim, e vrasje që është me gabim sikur me qenë me qëllim. Thot, kjo vrasje është vrasje e cila bëhet kur njeriu dikush e mbyt dhe e vret duke e rrej me shtag. Duke e rrej me shtag. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dënimi i tij është që ai duhet me pagujt 100 deve. Në mesin e këtyre 100 deveve duhet të jenë 40 deve me barë, që është shtrenjt mi ble ata dhe vështirë mi gjetë një kosisht. Këso i thënë e dijetul mughalladha. Dije do nënë shpagim që është i dyfisht apo më i ngarkum. Se leto është mi ble 100 deve të rëndomta, ama marando është mi ble 100 deve në mesin e tyre 40 të jenë me barë. Të jenë me barë, pra që kanë viçat e vegjël që pritet me lindë. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai që vllaun e tij e mbyt duke u rrej me te, duke e rrej atë me shtag, kjo është vrasje me gabim sikur me qëllim. E dënimi i tij është kështu. E dënimi i tij është pra me i pagujt 100 deve. Këtë tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Mekelit e kanë pas rregullin me standarde dyfishta. I forti si kanë bëjt përgjithësi askujt, kurse të dobëtit ja kanë prej dënimin si kanë pas qef. E shpesh vrasjet që kanë qenë të kësoj natyre si kanë zonë asgjon. Në veçanti kur i forti e ka vratë të doptin. Na ki mungua gaxhi. Dhe këti standardit dyfish dhe kësoj regulore e kaotike i dha fund Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë mes dy dyrëve të Qabës dhe duke mbajt në dyrë të Qabës. Tha, kjo epokë më mori fund. Kush bën kështu, dënimin më e ka kështu. I doli Zot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të doptit. I doli Zot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjakut të njeriu të pafajshëm. Tha, mo kjo regulore do të vazhdojë në Mekë. Prej sot e tutje, më nuk ka i fort dhe i dobët. Ka drejtësi. I forti dhe i dobëti, para drejtësis do t'jenë të barabartë prej sot e tutje. S'ka më kabile madhe, kabile vogël. S'ka më unë kam pushtet, ti s'ki pushtet.
Unë kam të njofshëm, ti s'ki të njofshëm. Mo gjithë barabar do t'jeni. Dhe kjo është nga porosit të maset të rëndësishme që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e jep në mbrojtjen e gjakut të njerëzve të pafajshëm. Shifeni një vend, në një shoqëri, që nuk mbrojt gjaku i të dobtit, i të rëndomtit. Shumica e njerëzve janë njerëz të rëndomt, janë të thjesht, modest. Këshirin punën e vetë. Nuk merren as me shtet, as me pushtet. Nuk kanë as njofsia, nuk kanë as pasuri që me pagujt atë e me pagujt këtë. Këshirin jetën e vetë. E në shumë raste, më fatkeqësisht edhe në kohërat e fundit, ai që është i fortë, ai që është me pushtet, ai që është me njofsi, ai që është me pasuri, shumë let e manipulon gjakun e atij që është i dobët. E kam mbyt dhe askujt si kam bëjt përgjithsi. A e kam mbyt me qëllim, e kam mbyt pa qëllim. Ashtu apo ashtu, s'kam bëjt përgjithsi. Kurse a i dopti, a i ngrati, edhe gabimisht kur ka ndodhë diçka, deri në maksimum, çdo rregullore, çdo ligj kanë zbatuar mbi supet e tija. O Zot, dili Zot të doptit, o Zot, merja hakin të fortit dhe ktheja atij që është i dobët. Amin ya rabbel alamin. Allahu na ruajt nga sheri i zullumçarëve. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha me kelive, ja ma'shara Quraysh, o ju Qurayshit, inna Allaha qad adhhaba ankum nakhwata al-jahiliya wa ta'azzumaha bil aba. O ju Qurayshi, ju drejtohet fisit Quraysh. Prej sot e tutje Allahu i ka vëndu fond krenimit dhe qallëmit të gjahiljetit dhe lavdrimi me babalart. I drejtohet këtu enkas fisit Quraysh. Shkaku i lozës së tyre, shkaku i preardhjes së tyre, ata shpesh para fiseve tjera e kanë di veten të privilegjum. E kanë di veten më të dallum, më të veçum, dhe i kanë nënçmu dhe i kanë poshtru fiset tjera. E të mos flasim të dobtit fukarat dhe ato që kanë qenën ndoshta edhe ardhacak në Mekë. Ato si kanë bo mall për njerëz. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, o ju Qurayshi, Allahu Azza wa Jalla i ka vëndu fund, i ka dhënë fund kësaj epoke. Dhe i ka ardhur fundi atij zamani që ju lavdrohesht para njerëzve me baballat. Pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, en-nasu min Adam, krejt njerëzit babe kanë Ademin. Aja nga fisi Quraysh, aja nga fisi filan, alan, bab, gjithë njerëzit e kanë Ademin a.s. Aja i pasër, aja i varfër, baba, i gjithë vështë Ademi a.s. I njëjti është baba, Ademi a.s. Gjithë na atë kemi babë. Dhe gjithë na të ka i këthejemi. Qa kiti mu livdu me nënçmu dhe mi nënçmu të tjerit me babën tënë se ku shumë qenë ka, e se baba e ati tjetrit qenë ka pak ma i dopt dhe me kësë problem ka asgjo. Edhe kësa i erë fundi ma. Pastaj tha, wa Adem min turab, subhanallah, po edhe Ademi tha është prej tokës i kryum. Edhe Ademi është prej tokës i kryum. Edhe Ademi që ka hije me thonë të qka, so është ku me ditë sa e veçanë, prej tokës i ka kryu, Rabbul Alemini, të bareke vë ta'ala. Pastaj e lexoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ajetin Kur'anor, ja ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Tha e lexoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fjalën e Allahut te bareke ve taala, o ju njerëz,
na gjithve juve ju kemi kriju nga një mashkull dhe femra, nga Ademi dhe Hava. E prej këtyre dyve juve ju kemi ndarë në fise dhe popujt të ndryshëm. Ju kemi bo fise dhe kabile dhe popujt të ndryshëm. Lita arafu, këtë ndarje kemi bo mes juve që ju të njifeni me zvete. Mos me qenë gjithë një ngjyrë, mos me qenë gjithë një ftyrë, një pamje, mos me qenë që të gjithë ju një nalësi dhe një fizionomie caktume, po me pas dallime në fizionomia në bazë të racave, ngjyrave, vendeve, familjeve, kabileve, ju që të njifeni, dalloheni. Pak a shumë me ditë, kur ta shofe shqiptari kineze, se ajo është kines, kjo është shqiptar. Kur ta shofe afrikani një shqiptar në vendin tonë, e din se kjo është nga raca e bardhë, ajo është nga raca e zezë. Veç mu dallu. Jo me thonë se i zio është maj mirë se i bardhë, apo se i bardhë është qenë ka maj mirë se i zio. Kjo është racizëm. Dhe kjo është nga gjunat e mdhaja. Jo me thonën se na jemi ma të mirë, e ju jeni ma të këqe. Jo, veç mu njofë, mu dallu. Mu ditë kush i kujna është, e që kur të drejtojeni të njëri tjetëri për familje dhe miqasi, me ditë me pas një orientim për njëri tjetëri. Pas të tha Muhamedi s.a.s. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri prej jush dhe më i dallumi prej jush tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili është më i devotshëm. Nëse doni mu dallu me njëri tjetrin, nëse doni mu tregu se jeni diçka më të mirë se nga njerëzit e rëndop të tjerit, atëherë dalloni me devotshmëri. Me takvallëk, bëjni gara me punë të mira. Mos bëjni gara duke thonë se unë jam maj pasër ti fukara, unë kam pushtet, jam boj i madh, ti si e kur gjanë. Unë jam prej filan në vendit, ati e prej filan në vendit. Unë jam prej sherit, e ti e prej katunit. Këto janë gjajlete. Këto janë ignoranca. Po, gara nëse dëni me bo, mu dallu me njëri tjetrin, bëjnë në devotshmëri. Në punë të hajrit e në punë të mira. Trit në të bëjnë gara me ditori, me shkencë, me fakultet, me magistratura, me doktoratura. Bëjni gara me punë të hajrit e të mira, kush më shumë ti ka me indimu të tjerëve. Drejtërët në të bëjnë gara, kush më shumë ka me u shërbi qytetarëve, kush më shumë pare do vjedhe. Ministrat në të bëjnë gara, cëlla ministri më shumë projekte ka me vë për qytetarët. Jo cëllë minister më shumë ka me vjedh nga të nderat që i ofronë. Po, këto janë porosit që na, kështu du të me bo gara për një tjetër. Kryetarët e komunave le të bëjnë gara, sidomos tash që ka nartë të ri, le të bëjnë gara dhe projekte, kush më shumë projekte ka me bo për qytetarët, jo kush ka me bo ma usta me vjedh të nderet më mirë. Kështu du të me bo gara. Garat du të me bo në punë të hajrit e të mira. Kush më shumë ka me u shërbi njerëzimit për rizat Zotit. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri për jush tek Allahu Azza wa Jall është ai i cili është më i devotshëm. Është ai i cili është më i devotshëm, bën punë më të mira, më të hajrit në raport me Allahun te bareke ve taala, pastaj edhe në raport me njerëzimin. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha Kureshitëve, o jo Kuresh, çka va merr mendja, çka ka me bone me juve? A një pyetje shumë e rëndësi. Ma morët me shpi, mi vrat shokt, më përqajtët dhe më dajtët për nga familja, më rehet, në nëqmut, më torturut me vite, 13 vite. Slat të zez, pa mos më vonë, 100 biftane dhe shpifje, me në gjitët, më dëbut dhe më përzunët prej shpijës teme. I tha me kelive shtash, qka va me mendja, qa ka me bone me juve? I pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me kelit, shtash që me veti e ka mushtrin më të madhe të rajonit.
e që e pushtova Mekën, e që jam i fort, qka të du me bo me juve, qka va merë menja, qka do të bëj me ju? I thanë me kenit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ekhun kerim, i thanë khajra, prej teje veç e mira pritët, prej teje keq nuk presin, ti e vlla i madh, ti e vlla u fisnik i joni, ti e bujar, kerimi, dhe ti e jep, fal, ndihmon, përkra, ti e vlla i madh, fisnikja, ti e bujar. Kështu me kelit, i përgjigjen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk i thanë jo ti s'kemi na bone edhe asgjë. Thanë prej teje pritet veç hajri, ti e vlla i madh, fisnik dhe bujar. Dhe ti e djali e një vllau ton që ka qenë bujar. Ja përmendën babën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka qenë me të vërtet njeri i mirë, i cili askujt si ka bërë dëm në Mekë. Do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.